Fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna ndërtimi dhe Medika. Zoti Vebizani u lind në 1948 në fshatin Polac të komunës së Skënderajt dhe ishte një prej gjyshërëve Xheladin dhe Ajet dhe djali i prindërve Zuk dhe Miradije. Baca Vebi ka 5 vëllezër, Aliu, tani ndjer, Bedriu, Akiu, Enveri dhe Osmani, dhe 2 motra, Shakja dhe Zarifja. 4 vitet e para të shkollës fillore ai mbaroi në fshatin e lindjes në Polac dhe 4 tjera në Skënderaj, për të vazhduar pastaj normalen në Mitrovic dhe për të diplomuar në Fakultetin Filozofik, Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në vitin 1976. Puna e parë e tij është mësues në Qirez dhe Polac, për të vazhduar pastaj si profesor në gjimnazin e Skënderaj deri në pension. Gjatë viteve në 1990 ka punuar si inspektor në shkollat për gjuhë dhe letërsi shqipe në regionin e Drenicës, duke qenë djalë i patriotit Zuk Xhani, bashkëluftari Shaban Polluzhës, ai nuk kishte si mos të ishte në krye të organizimeve gjithë shqiptare në vitin 1989 e tutje. Në fillim, me shok tjerë si Idris Reci, Gjafer Murtezaj, Fadil Geci, Hamzi Jashari, Sabit Istogu, Emin Dajaku e të tjerë, pas kuvendit të parë zgjedhor të degës së LDK-s në Skënderaj, ku kryetar zgjidhet zoti Idris Reci, zoti Vebizani ishte antar i kryesisë së LDK-s dega në Skënderaj për 2 mandate, deri në vitin 1998. Gjatë kësaj periudhe kohore, Baca Vebi me shokët tjerë ishte në balë të aktiviteteve të ndryshme të kohës, si pajtimi gjaqeve, helmimi të rinjve shqiptar, shkollimi, shëndetësia, solidariteti, sporti dhe kultura, financat, deri në mbrojtje dhe siguri. Me këtë rast, duhet veçuar specifikat që i kishte komuna e Skënderaj dhe Mbar Drenica, e cila ishte avangard në të gjitha rrjedhat që do të pasonin deri në luftën e fundit të armatosur kundër pushtuesit. Për këto dhe shumë të tjera, le ta ndjekim bashkëbisedimin dhe rrëfimin e intelektualit, veprimtarit dhe patriotit të madh zoti Vebizani, që e zhvilluam kohë më parë në odën e tij në Skënderaj. Ever since the ancient time, when peace only reigns. Baca Vebi, a je se je? A je shnosh? Po jedna. A je mirë si je? A je mirë. Mirë të dhej? Mirë se erdhe. A je mirë? Nani. E pas në gjafe pasim Po, mirë se ke gjafe, a je mirë se Mirë se ke ardhur Drenis. Faleminderit shumë. Ordani. Baca Vebi, qysh je? Mirë. Qysh je me shnet? Gjallë shnash. E Jo. koha mirë në ka marrë. Po bre, sa do rregullu. Mirë, ju si jeni? Mirë. Një dhita si jeni, a jeni mirë, si jeni? Vebi, që kjo është libër komplet i fundit. Unë i kom libra dhe do ma hershme, e mendova ta prunë hap me rrugohën, po Mirë. Në rëmë këta e rëmjes, je fa për 10.000 vetë, rësë të shumë për ka posë. Shikus nderuar, ndodhemi në Drenicë dhe në zemër Drenicës të Kuqe. Ky emërtim dhe ky atribut e Kuqe e ka domethënien e vet nga kohnat më të hershme. Për sërim, kjo do të thotë dhe simbolizon rezistencën, luftën kundër të padrejtës. Çdo e padrejtë që u ka shkaktuar shqiptarëve në Kosovë, përgjegjen dhe luftën e ka marrë kryesisht në Drenicë. Ty e përfundue edhe me luftën e dytë botnore e ashtu quajtura thënie kontrarevolucionin Drenicë, që manifestohet dhe spjegohet me luftën dhe kundërshtinë e shqiptarëve të prirë nga Shaban Polluzha, Mehmet Gradica e shumë personalitetet të ndryshme. Për të drejtën, asgjë tjetër nuk kishin në anën e tyre shqiptarë në superioritet në kuptimin e armatimit dhe të luftës në përgjithësi përveç të së drejtës. Dhe si duket, fuqia, forca, përparësia po qëndruar ka në të drejtën e jo çdo herë në armatim, në tankse,
e në pushk. Shikues nderuar, ju thash në fillim, nuk ndëgjuhet gabimisht. Ndodhemi në një odë të Drenicës, më saktë në komunën e Skënderajt, për ta zhvilluar një bashkëbisedim me një njeri të veçantë. Ky është Vehbi Xhani, djali i Zukës, Zuk Xhanit. Zuka ishte bashkëluftari Shaban Polluzhës, një kundërshtar i tmerrshëm kundër të padrejtës që ju shkaktoi shqiptarëve në atë kohë. Sot do të bashkëbisedojmë në odën e tij për të na rrëfyer për të kaluarën, për aktivitetin, veprimtarinë e tij tani të trashëguar edhe prej babgjyshit e babës tina që kanë qenë luftëtar të njohur kësaj ane. Tek Vehbiu takohen modestia, intelektualiteti, qëndrueshmëria dhe dashuria dhe njerëzillëku. Është njeri që me të hulumtuar të njerëzve të kësaj ane dhe me komunikim me komunitetin këtu, nuk kam has në njeri që të ketë një germ të keqe për Vehbiun. Baca Vehbi, mirë se ke ardhur në emisionin Fakte e mirë se të gjej nodën tonë në Skënderaj. Mirë se ke ardhur këtu. Kur kam bisedu me njerëz të Drenicës, shumica më kanë thonë, kur ka me qenë Vehbiu? Pad me dasht më të ngarku në fillim, vendindja jote është Polac, apo jo? Po, Polaci. Dhe kur themi Polac, neve na shkon në ndërmend në emën i një intelektuali dhe një luftari historik që quhet Hasan Prishtina. Çka mundesh më na thonën për përjardhjen e Hasan Prishtinës? Unë me kom lexuar atë librin e Tahir Abdylit, edhe kom lexuar literaturë tjetër rreth tij, po unë kisha thonë vetëm fjalë që i ka lënë ai vetë. Jam i fshatit Polac, i do një zjarri me fshatin Berish. Po sasaj, më ka ra me nejt Recep Veli që ka qenë kuriri ti, edhe ka rrëfy vazhdimisht se Hasani është i Polacit, se është i familjes Velia i tash, aty nuk ka dilema. Se ka qenë intelektual i madh, mo e thujnë të gjithë, një zërit, edhe e kom pa dhe venin ku ka pi kafe në Selanik, e kom pa venin ku ba atentati, po shpesh e thoshte Rugova, dosin s'ne dhanë kur greket. E këtu pse thoi një jo, këtu i janë gjithë të ne. Më ndërlidh me këtë që po thu, që çështja për katësisë tine marrin tur njerëz me përveçue, unë kom një farë komunikimi, pak me humor me një intelektual të madh që ju duhet ta njehni, që është ambasadori i parë në Amerikë, Avnis Pahiu, me të cilim ne kemi bashkëpunu gjatë dhe kam mik të ngushtë. Ne hahemi, ko gjashtyhemi me to, se unë e thonë Hasan Prishtina i tako vështris, a i thot jo është i Drenicës, por këtë e bojmë me shaka, sepse aktivitetin dhe veprimtarin kryesisht e ka zhvillu në vështri, e ditë për si prej ardhe, kjo është mase e vërtet edhe pse, si që po thuni ju, pak burimet qalojnë këtë aspekt. Vehbi deshta të pys prej luftës dytë botnore, si që dihet një farë dogme e tani mund të themi e komunizmit e një farë bashkim vllaznimi e po luftojnë kundër gjermanëve e italianëve, tek shqiptarët është pa që është dogme dhe edhe i ka kushtuar shumë me të madhe dhe këtu një farë mënyrë e ka atë qerdhen rebelimi, le të themi, i njerëzve. Edhe baba ju i ka qenë formacionet tilla dhe bashkëpunëtori i Shaban Polluzhës. Çka mundesh me veçu edhe këtë korelacion mes të luftës të bame, domethënë, dhe daljes në skenë të një grupi jo të vogël që quhet lufta Shaban Polluzhës? Mendoj për herë të parë diku 12.000 njerëz që janë rreshtu mas një njeri ka qenë lufta Shaban Polluzhës. Edhe kom dëgjuar prej babe, edhe që kom lexuar, baba ka qenë antar i shtabit Shaban Polluzhës, edhe këto se ajo ka qenë një revolt. Ajo ka qenë kundër atyne që në ato momente kanë vrarë Zukës vllaun, ka shkon me blu. Argentën, me kanë vrarë vetë dytin. Edhe është interesant, në atë ditë ka qenë Fadili Kahman fjalë.
Fadil Hoxha. Fadil Hoxha në Skënderaj. Një Sadri Xhani ka qenë si udhëheqës i fshatit. Jo ndo zonë tjera atje, jo këta tund, pa i ka qenë shumë i kthjellët. Edhe shkon e dan turme në i afrohet, thot Fadil, ti po flet të për vllazën bashkim, 2 vetë katunit tem, qesa i vran, ka shkojnë me blu në mulli. Kështu ka qenë. Edhe ai revoltohet, e nxjerr revolën, thot, unë tash me ty ke me shku që sa vërtet ty ka me thadhë plumin lulballit. Edhe që ashtu janë njësë, janë shku, i kanë gjetë dëvram e të masakrum. Një ka bash edhe Gjeladinin babën vllahun e Zukës. Tani, sa janë vra rreth lumje, sa kanë mythojnë me çekeqe, çka jo, gjitha këtu e kanë bërë revolt. Ata kanë dashur me vu epitete ndryshme, jo kanë bashkëpunuar me fashizmin e këtu. Kjo ka qenë revolt kundër atyre që kanë bërë vazhdimisht dhunë në këtë popull. Bacavebi, si mbas njohurive tua, edhe në dëgjumeve, tu qenë edhe një pinjoll i xanëve me një prior dhe çfarë e thamë ne, a ka pas përkrahi prej popullatës lufta Shaban Pollujës? Po si, po mësë 12.000 vetë nuk ishin bashku aty, po mos të kishte popullat. Edhe një farforme ka qenë i vetë mi shpetim, se tjerët i kanë vra, aty ata edhe kanë dalë me mbrojt vendin, po edhe vetë vete një farforme. E di si të regonin e kom marrë dhe djallin me veti, s'ka uzot me lonë shpe. Edhe 3 kështu kanë shku mas tyne. Ajo ka qenë një organizim, ka qenë një rezistencë, jo shumë e gjatë, po kundra një shteti, kundra tani të tjerët nga kanë klasifikua jo mirë, nga kanë qitë në krahun e fashizmit, kështu që dihet tani fati. Kjo ama tepër, si me thonë, ka qenë reagim i grupit për shkak të padrejtësive që ju bënin shqiptarëve dhe vrasjeve të fshefta e torturave të paspjegume dhe torturave për masave të mëdha, apo këtu zëven pak edhe ai refuzimi i tyre për të shku në grupe për në luftat në Sreme, ku ta dijun, ku aty është pa një rebelim edhe një refuzim, që në fillim është nashta nuk ka qenë jashtë për shumë, po ma vonë, dhe më thonë ka qenë refuzim derin për masat kundërshtimit edhe me pushë. Po edhe ajo dhe, të dyjat kanë qenë. Nuk i kanë besu këta me shku dikun në Sreme atje me bo lufta, e me lon këtu fëmin në dorë partizanëve që kryesisht ishin qetnik, po kanë qitë ka një yllë. Si që rasti fjala vjen e Tivarit. Po, e Tivarit masaj, kur po. Ku në mes tjerave ka qenë edhe një njeri që e njohim në bashkë, që tani nuk jeton Kotori, si Kajrizi. Ka qenë. Një njeri pa kompromis, bashkëpunëtori afër të Shaba Pollujës, dhe një përjetues i masakrës së Tivarit. Po. Vebi, dal nga dal po vim mas luftës dytë botnore, një farë dogme, si që thamë bashkim vllaznimit edhe që proletarët tonë po bashkohen me hajde me drejta, më the tash, me gjithat e shqiptarëve zullumi nuk ju ndalë, me akcione shumë barbare të memorandumeve të mëdha serbe për shpërnguljen e shqiptarëve, kryesisht në Turqinë atë kohë, pastaj aksioni i armëve, lufta me Rankovicin dhe vrasjet misterioze ndaj shqiptarëve të shkaktuar nga këto shërbime, në përgjithësi deri në vitin 68 një revolt e studentëve të Prishtinës dhe popullatës në përgjithësi. Si ka mundesh me si spjegon këtë farë situatë tash nere, luftume, po luftojmë bashkë për drejtat barabarta, në anën tjetër shqiptarët prapë po maltretohen shqiptarëve suipën të drejtat e tjera. Po, në ronë me po për këti rafshe edhe ato rafshe tjera, që si kemi përjetu se këta gjithë këshin bashkjetu në Jugoslavi me hile, si popullin Majmar, ose fjalla për popullin sërb. Ishin pas organizu të nëzisht, kur lexuam se në ushtrije, në sigurim brendshme,
mbi 70-80% i kishin pas njerëz të vet, i kishin pas mashtruar edhe tjerët, jo veç neve. Neve zotin s'kan mujt me na mashtru, po na s'kemi pas ma shumë kacik, kështu që thuhet. Tani krejt është përfaq kjo, në fund, qëllimi tyne ka qenë dhe me shfaros, se jo veç me dominu mbi të tjerët, po me shfaros si ndodhen rastet në Bosnë, besat e na shumë masakra, e u pa në qartë çfarë tendencas, çfarë qëllimesh. Na s'kemi qenë shumë plasum as jashtë, ndërkombëtarisht, deri vonë s'ka ditë kush o Kosova. Edhe ushtarë na pyetshin, ba je Makedona s'tja çka je? Edhe kanë shfrytzu këta, gjitha këto i kanë shfrytzu. Dhe dal nga dal po vim deri tek ndrimet e kushtetutës, amandamenteve të vitit 1974, ku në një përmënyre Kosova merr një autonomi të avancuar me këgja disa atribute të një ekuivalence me republika tjera. Edhe për kësaj distance kohore, konsiderojnë një republik, po thuj e njëjtë veç emnin që nuk i ke. Si e vlerëson në përgjithësi punën, performancën e qasoj nomenklature udhëheqje shqiptare të kohës? A mendon se ata kanë bo mjaftueshëm në një situatë edhe në qatë mbretni që quajtë ish Jugoslavi në përgjithësi? Ku kanë vendin udhëheqësat? Me selektivitet, se tash edhe në mesin e tyre ka pas kësi edhe asi, po si do që tjetë në përgjithësi, si një intelektual, që shë vlerëson qatë performancë të shqiptarve në qëto ingranazhat shtetnore të ish Jugoslavisë? Ty marë parasysh, do me thonë edhe këtë metamorfim deri në ndrimet kushtetuese vitet 1974. Besoj se ka pas prej tyre për udhëheqësve fjallë shqiptarë, shumica ka shqiptarë, ka pas prej tyre që s'kan mund ma shumë, ata edhe i pan e i heqen, e sollën tjerë ma lojal që ishin, deri të ata që u bënën krejt kameleon, po nuk muj me i gjuku fort për këti rafshi se kanë pas interesant taktik këgja të çuditshme. Batëraras në me ledzu, kënë pas ledzu me Gjaferin, me një intervistë dhe dhonë Asit, Mahmud Bakallit, thot, kur ndodhen të nishin, paren telefonate këmë ba me Cimramonin. Edhe aty për aso interviste e pashtat, ata e në të interesum më runu me o marë autonomin, se pas Titos nuk do të ketë Jugoslavi, e thot Kosova i ka pas do ingerenca të shtetit, bile thot jo federal, po konfederal, për ti e këmësu se konsenzus beq aty ka. Do të ka dhonë diçka, s'ti ka dhonë krejt, edhe vështirë e kanë pas edhe me taktizua. Një pjesë kanë qëndrua, po ata që qëndrunin në runë, tjerë ta njerëdhen si i dim kështu me emna që shkenë. A ndonë mendimin që me gjitha te shqiptarët në përgjithësi këtë periudhë e kanë shfrytzu maksimalisht edhe në një farë mënyre kryesisht në çështje të shkollimit dhe të avancimit përgjithësi, është pak një farë ekuvalence për kohën me rilindje, një farë rilindje e dytë kombëtare e shqiptarëve të Kosovës? Shumë e drejtë, se kjo ka qenë një lullëzim, kjo ka qenë bashkë një renesans për shqiptarët e Kosovës. Hapja Universitetit Prishtinës, se kemi shku në nullësin edhe para kësaj kohë, pastaj edhe masi që lullëzoj kjo në Kosovë, kjo periudhë, ka pas ndryshim të madhë për para me i folë Shqipë, si me ra krye judoke. Tani masanej u hapën shkolla, e dy sa ka hjek Bahri Brisko, gazetari, me hapë shkollën. Kom qenë bashkë me Gjafer Murtezin, ushtar, kemi shku një fshat Bojan, kemi lyp vinë, qashtu... Ku ka qenë këj fshat? Afër të Tovës. Në Macedoni. Macedoni, aj, ti qiti syta nuk jam, unë jam turk, s'moj ven, s'moj vinë, se gjatë ishëm heratar ato. Edhe një djallë nga ka përcjell aty, thotë, vetëm unë jam me shkollë mes me këtun katun, tonë me dreze shkujnë. Universiteti i Prishtinës ka bo
rinë gjallë, kthesë të madhe, ka bo rilindje edhe të shqiptarët e Malit Zi, ata që janë metash, edhe në Macedoni. Zatën edhe që ato i kem halat diçka të mbrime, ma të mos kemi mujt me mbrime. Ato me mohu nuk banë. Dhe ajo që dihet se edhe në këtë periudhë filloi intensifikimi i komunikimeve me Shqipërinë, përgjithësi të munguara me vite, me këmbim të teme aseteve intelektuale, profesorët e kuptim të aktimit të sportit, të koncerteve, më thatash. A mendon se krejt ky zhvillim i hofshëm i shqiptarëve në përgjithësi? Ky marr parasysh që mas luftës dytë botërore pacave bën gishta janë konë njerëz që kanë ditë shkrim lexim apo jo? Shumica kanë qenë analfabet, Dhe ti tash me një vroll shumë të madh në çështje të shkollimit, a mendon se krejt kjo kur të mirët ju pengoj shumë çështjeve serbe? Dhe sidomos akademikëve që ishin domethënë arkitekt të shfarosjes shqiptarëve, dhe në një farë mënyrë ngjarjet e vitit 1981, protesta, demonstrata me plot të drejtë dhe një shpërthim i jashtëzakonshëm përgjithësi i gjithë popullatës, që në një mënyrë aparati kryesisht serb, edhe në atë farë ish Jugosllavie, se ata kryesisht dominonin, e shfrytzuan si pretekst mandej për segregacion, për marrje të drejtave të shqiptarëve, për largim nga puna edhe siç dihet deri në vitin 89 ndrimet kushtetuese. Cili është vlerësimi jot? Ajo periudha e hapshme, veç koncertet që vinin e sa çfarë jehon e bojnë për salla gati me Shqipëri, pa koncertet, dorën zemër, ne pam si ka muzikë shqipet mirëfillt. Kanë pas nis njerëzit në ngojshin Çolicin e çka jo. Zdravko Çolicin. Po, ajo u kon kthesë e madhe. Gjitha këtu ata i kanë vrejt ka dal. Tyne pastaj kjo revolta, demonstratët të nishin këtu karakterin patriotik deri në skejt, po ata e shfrytzuan që si pretekst, pastaj për me ne marrë, me ne ndryshu kushtetutën. E qiten popull, mendojshin se po e bindin popullin, po kanë hasë në rezistencë çdo kun deri edhe në përfshatrat. Po flasim për vitin 1989. Ndrimet kushtetuese. Po, që ato lidhen krejt. Populli si popull e dha provimin e vet. E dinin çka po ndodh, po pastaj përdoren forcën. E di sigurisht e dinati, është bo gabim tani me kuvendin. Profesori Fehmi shpesh e thoshte, ka qenë Fehmi Agani, po, ka qenë vështirë t'i bindesh të hujtë se e ka qu dorën delegati për frikë. Edhe kështu radhën gjanat. Dhe në përgjithësi, humbi ajo autonomi që e kishëm, me dhunë, me tangëse. Shqiptarët u larguan nga puna masovikisht. Fenomenet misterioze që edhe sot ende janë të pa zbuluara në hollësi dhe të pa shpjegura, zbërthyra, dënuara, çështja e helmimit të nxënësve kryesisht shqiptarë, trive, shkolla që është helmimi i tyre, në përgjithësi një hegemoni edhe një segregacion edhe një dhunë e papar e manifestuar me protestat shqiptarëve, me plagosje, me vrasje, me burgosje e tjera, deri edhe në një margaritar të madh që quhet homogenitet, si asnjëherë më parë në historitë shqiptarëve, me disa fenomene edhe të mira në rrethana të tilla, siç është televizja pajtimit gjaçeve. Ty fillu më herët edhe prej protestë minatorëve, kryesisht Trepçës e të tjerë, lini lëvizje e re me një tregërmsh e prirë me një njeri të brisht, vital, me do flok të artikuluara, i panjohur në popullat deri në mas duhun, emrin e ka Ibrahim Rugova. Çush shpjegohet ky homogenitet në përgjithësi dhe besim ndaj një njeriu që s'kishte televizion, s'kishte ushtri, s'kishte polici, nuk kishte mekanizma, nuk kishte automjete për transport, s'kishte pare, lek s'kishte, veç të drejtën e kishte nanën e tij, edhe që e karizme e tij, qysh i besoj popullata dhe kryesisht popullata e Kosovës mas shumti në Drenicë. Dhe unë shpesh e them, mas shumti që kanë respektu, bile kjo edhe tani në momentin kur po flasim ekziston, Rugovën e kam vlerësu, respektu, dasht, plesë të Drenicës.
Qysh spjegohet kjo Vebi? Je protagonisti kësaj kohe? Për Rugovën, me folë me ditë të tëra është pak, po lexova Malcolmin, histori shqiptare. Po, historia shkurt, Niall Malcolm. Po, që kam preku aty, që kam mështini me mendu prapë për Rugovën. Lidhën e Prizrenit thot nuk e kanë vlerësue Perëndimi. Bile kanë shkru shtypi se aty po e mojnë një lëvizje, një lidhje turqit, emrat krejt turq. Kur asnjëherë se kisha menduar atë. Me këtë aty shkruan Edi Durhomi se këta janë shqiptar, nuk janë turq. Thot kjo shkoj se ato kanë bo turqit, ajo është pjellë e turqve. Qka u masocoj tani të Rugova? Mu më shëjke ka herë nerva, papa e katedralja, pa ajo kishë qenë thembre e akilit për ne në Perëndim. A i ka ditë, e ka studiu Pjetër Bogdanin, ta ka marru katedralin, ka shku bo misime me papën, edhe merita me madhe e ti se këtë popull e ka orientu për Perëndimit. Që e thot Naimi o dritë që linda ne nga Perëndan. Ka qenë një homogenitet edhe një rreshtim që asnjëherë s'besoj që arrijet ajo. Dhe kjo e paraprir në komunën e Skënderajt me një aktivitet edhe le themi formal të një organizimi që ajo për shkak të standardeve u cilësu si një parti politike, po megjithatë ishte karakterit edhe për masat lëvizjes, por i kishte të shpërndam dhe me thonë strukturën e saj prej kryesisë qendrore, degëve të LDK-s, nëndegëve, aktiveve tjera, që nuk kanë munguar iniciativa si në ndërtëparat, ka qenë edhe Skënderaj, ku ti ke qenë këshillin nismëtar, së bashku me Gjafer Murtezajn, Fadil Gecin, Idriz Rrecin, pastaj Hamzi Jasharin, për mos me harru në këshill nismëtar, Emenda Jakun, e të tjerë, do shtë edhe ndonjë që tani s'po më kujtohet. Qysh e spjegoni si dëshmitari kohës, do me thonë, qatë vullnet edhe qatë përkushtim që se ju pa i besu kryesisë qendrore dhe LDK-s, dhe Ibrahim Rugovës nuk kishit marrë me këto gjana. Qysh spjegohet kjo ndërlidhe, kjo besim, se për një kohë të shkurtë, do me thonë, u shpardhallu lidhja komuniste, u gjuhën librezat dhe edhe të lidhje socialiste të popullit punus, që ishte çdo i punësum ishte në këtë farë lidhje të kalum në lidhjen demokratike të Kosovës. Po rreshtimi pas Rugovës për intelektual nuk ishte problem, po edhe popullata kështu, sidomos mbajtja e saj mbledhjes të famshme të shoqatës shqiptarëve, ky atëherë ish kryetari i shoqatës shqiptarëve, aty u thyn shtizat për herë të parë, edhe u tregun kohjet, po pse ishte modestia e tij edhe ja u dha referatet kryesore të tjerëve, ai ka qenë i tillë, po megjithatë populli e pa se është një trim i urtë, njëri megjur, edhe u rështun me shumë të drejtë. Ky dy komponente i kishte, diti ta përvetsoj masën e popullin, po diti ta plasoj atë që e kërkonte, edhe kërkesën e popullit, gjendjen e popullit, edhe atje ku duhet në Perëndim. E di një herë, i kanë thënë pse s'po shkoni në Greqi, se Greqia pengonte, atëherë ishte goxha aktive. Thotë jo, na duhet ta bëjmë punën mirë me atë që edhe Greqia duhet ta ndëgjojë tani. Kishte fjalën gjithë për Shtetet e Bashkuara, edhe shtetet e tjera të fuqishme. E përmende Hamzi Jasharin. Për shkak të figurës të tij dhe madhështisë figurës të tij në kohën atë më vonshme në përgjithësi, publiku të intereson ky angazhim, duke qenë, domethënë, dëshmitar i gjallë. Qysh shpjegohet, domethënë, tani përkushtimi i vet Hamzës në lidhjen demokratike në fillim? Po, se Hamza edhe shumë të tjerë
jënë angazhuar, në atë kohë ishte lëvizje kjo. E ishte e vetmja thuja. Ai edhe pasi që u zgjedh kryesia, ka vazhdu me aktivitete, ka ardhur vazhdimisht, derisa tani kaloi në rezistencë tjetër. Po thuhet se ka kalu në Partinë Republikane sepse ka pas në status çështjen e luftës. Po. Disa eksponent këte e kanë thonë kështu, por megjithatë Lidhja Demokratike e Kosovës si parti tani me status e program, ku çështja e dimensionit partijak ka qenë vetëm një pjesë e Lidhjes Demokratike, se si që thetik, ajo ka qenë lëvizje, nuk i kanë mungue komisionet e mëdha për asim shëndetësi, kulturë, sport, solidaritet, financa dhe ai për siguri, që i bie se edhe lufta nuk ka qenë pa parashikume ose e mohume në përgjithësi në projektin e LDK-s dhe Ibrahim Rrugovës, apo jo? Jo, nuk ka qenë. Jo, mre, kanë qenë formume tani do këshilla për mbrojtje, kanë qenë edhe në për fshata do për vëzhgime, qka jo. Po, kur ke fjallat e Hamza, ai pastaj i do shpejt, kalojnë nonën rezistencës aktive, po me gjithate gjithëheri kemi mbajt lidhet, na kemi shku mbas çdo sulmi që ka ndodhur aty. Bile Idrizi ka pas kontakte të vazhdueshme. Ata kanë qenë të gjithëve. Ata kanë luftuar jo për partije, jo për teke parciale, po për ato përgjithshme kombëtare shqiptare. Në përgjithësi, ky aktivitet është manifestuar në jetën e përditshme me një moral, fillimisht patriotik, që njerëzit e dinin që po punojnë për vetveten e për popullin e për çlirim e ku ta diun. Ka ekzistuar edhe jeta normale dhe dita ose ditët e përditshme, që nuk kuptojnë jetë, që nuk kuptojnë lëvizje, ushqim, sheti, arktim, krejt këto nën petku në një atë dashurie. Në komunën e Skenderajt, ku ke qenë nga krerët udhëhec, le të themi, të kësaj lëvizje, qysh spjegohet, do me thonë, edhe për një njeri të kohës prezente dhe për një tri që me kuptu sakt qysh ka funksionu ky aparat në përgjithësi në aspektin, le të fillojmë prej aspektit financiar. Po në fillim krejt, i kishëm disa vetura, si unë Gjaferi, Fadilje, në aktiviteti kemi shku me vetura tona, me shpenzimet tona. Ndo njëherë kur ka orë, ndo një prej mërgate ose dikush që kesh pak ma shumë, ka ofru ndo një makinë, ndo një benzin për makinë, e tek vund tani kanë artu që janë mbledh 3% që këto pastaj janë basi institucion, o këshilli për financa ka qenë, me faktura, me sa kanë marrë, qysh kanë marrë. Kanë ardhur paret për me jetu shqiptarët, nuk kanë qenë për puna, nuk kanë pas të ardhuna tjera. Kryesisht për këta që kanë pas çështjen e bukës, i kanë ndihmuar çaj komision, edhe i Nënës Tereze, i LDK-s për solidaritet, por ka kanë ardhur fonde s'kem pas, për jashtit shtetet s'na kanë ndihmu me fonde, po flas për në fillim. Ka kanë ardhur lekt, rrjedha e lekëve? Në fillim, qëto këshillat që kanë për ndihma, Nën Tereza që përmene, këta e kanë majtë edhe shëqishojt i kanë dhonë. Po, familjes. Po, ka qenë shumë i sukses, shumë i rasti kanë ardhë. Edhe prej Macedonisë. Edhe prej Macedonisë kanë ardhë. E di unë i këmë qunë njëherë nuk ishë muharrimi, se a i ka pas tu, Marëm Dërguti ka pas, si kryetar komisioni ka qenë. I këmë qunë do prej një fshatit Gjakoves, edhe njenin fund. Në të familje ku shkum na e shpia, një me duke e mirë, po ata këshin me të patarna, po i lutën me cigare, me kafe, njeni për i tyne tha, unë e shes bishtat sakic, po i ku mboj që në marë kam i pruktu. Edhe mërgata ka ndihmu shumë. Edhe mërgata ka ndihmu, po tani ka ardhë me organizimi i këshillit për financim, po 3%. Edhe mrenda në Kosovë, po edhe jashtë. Edhe mrenda sojshëm shumë e ngoshtu njerëzit,
Pak, që ata që kam po. Ska, po, qa Që kanë mujti pas. me dhonë mësim, Po. edhe me marrë një kompenzim 20-30 marka, 50 marka, për to ti ki pagu e 3%. Po, qashtë. Që do të kështu ka financuar. Kemi shkue 2 herë, kemi majtë një mbledhje me Gjaferin, me shofera. Me na i bajt mësus pa pare. Ka qenë një organizimi pa pare. Edhe ata ku ish që nuk e kesh një një pronar të autobusit të keq, e bëjshin me shumë dëshirë. Pa ca VB, keni ndihmu dhe spjegum krejt në mënyrën e rrjedhën e krejt. Kryesisht çështja ka qenë edhe mbi jetesës edhe bukës të gojës. Sot që po flasim këtu. A e ki ndërgjegjen e pastër, ti vetë personalisht, që në komunën tonë dhe ku ke operu ti në një farë mënyrë në komunë, me Komisionin për ndihmë e solidaritet, nuk keni lënë njeri ose familje që ka hjek për bukën e gojës. Besoj se ashtu është. Asë një njeri nuk ka heqë. Se nëse nas keme mujt me dalë ndim, ka orë dikush, ka pyet, a ka dikush që nuk ka, i kemi thonë shko të filioni se ai nuk ka. Po ka ndodhë dhe tjetra. E di që kanë thirë Hamit, aty kom qenë Jasharin, babën e këtij Musës së Sahitit. Hajde me rej thes mjellë, se ja dishin gjendjen, në malë, jo tha, unë kam edhe gjysë thesi, jep një dikuj që s'ka heq. Verëment. Hamit Jashari, baba i Musë dhe Sahit Jashari. Aty kom qenë kur i ka thonë, më arën dërgutit. Aje ka Që një dikuj tjetër se unë kam edhe gjysë thesi. Kjo flet shumë. Po. Dhe po flasim për një hero që me bashkëshortet vetë, me Salën, edhe 13 antarë të familjes, heroikisht bin kullën e ty. Ever since the ancient time, when peace only reigned, We have loved and we love still all the people of goodwill. In my lovely motherland, We sang songs of life and joy. happiness had no end for no girl and for no boy. Happiness had no end. Epopeja prekazit, ballavacimin e parë e patën në këtë shtëpi, në këtë kullë, ku heroikisht ranë 15 njerëz në krye me Hamit dhe Sal Jasharin, 2 njerëz që simbolizojnë prindrimin e atyre të cilët dhanë jetën, të cilët nuk u viktimizuan për luftuan ballë për ballë në mënyrë jo të barabartë, të marrë parasysh krejt atë që aplikoi policia dhe ushtria sërbe në këtë lagje dhe në këtë fshat me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Në këtë vend të, në këtë kullë këtu, takohet heroizmi dhe dashuria dhe ndosshmëria e këtyre njerëzve, të cilët asnjëherë nuk u viktimizuan, por luftuan si trima për atë që sot ne po e gëzojmë. Hamit dhe Sal Jashari janë dhe zot e shtëpisë, të cilët së bashku me 13 njerëz, burra e gra të tjerë, luftuan heroikisht karshi forcave barbare sërbe. Këtu u prek në ndërgjegja e vrarë botës. Këtu në këtë kullë sot ndeshet ndërgjegja, a dhe dashuria, trimëria dhe ndosshmëria dhe morali njerëzor, i cili preku ndërgjegjen e krejt botës dhe njerëzimit në një heroizëm të paparë në rruzull toksor, ku gra, fëmijë, pleqe plaka u sakrifikuan dhe luftuan dhe ndërtuan një platformë për çlirimin e Kosovës, që ne sot po e gëzojmë. Lavdi veprës, heroizmit dhe luftës së tyre.
krahas, do me thonë shkollimit e sportit e kulturës, ka qenë edhe dimensioni i informimit. Po. Dhe në përgjithësi në bazë kalkulimeve, rreth 5.000 njerëz në Kosovë kanë qenë të angazhuar nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerëzit, nga komisionet për informim të lidhjes demokratike të Kosovës, edhe organizmave tjere, njerëzve, krejt ku ta diun, 5.000 njerëz e kanë mbuluar informimin. Dhe unë shpesh herë them, nëse në një vend atje në Turicevs, një shuplak e ka dhonë një polic, për 2 orë Këshilli i Sigurimit e ka kuptuar, kuptim të rrjedhës së informatës. Ty marr parasysh teknologjinë e kohës, ko gjatë munguar për kohën kur po flasim. Por këtu kam punuar. Ata telefonat që kanë qenë faksat mundshëm, kanë punuar sistemi me kurira, me dërgim të informatave të shkruara, dhe përgjithësi kjo ka mbuluar informimin. Çka mundesh me thonë rreth kësaj? Çish shpjegohet sot, çish me bind një tri që kjo ka funksionuar? Për çdo mbledhje që shkojshin, që ishin edhe informata, e kem pas Këshillin për informim. Përpas kësaj kanë qenë kuadër të LDK-s dhe disa komisionit të ashtuquajtura për mbrojtje, siguri, vëzhgim e tjera. Të cilët në një farë forme e kanë përcjell gjendjen, situatën. Ata s'kam qenë të armatosën, s'ka pas regjistra, ka pas të përfshirjes në rast të lufte ku ta diun në për komunat ndryshme. Kanë qenë këto shtabet edhe dihet kush i ka mbuluar tek qysh. Por megjithatë, ajo çka është po në kohën disa kujdestarie ku ta diun. Qysh mund mu spjegue ky aspekt edhe, a do të thotë kjo që megjithatë Lidhja Demokratike e Kosovës, si parti dhe si lëvizje në përgjithësi, në një farë mënyre ka qenë e vetëdijshme që një ditë mundet me ardhen edhe deri te lufta armatosën, ty parapri me një postulat Ibrahim Rugos që pragu i shtëpisë do të më mbrojt kur të vinë të dera s'ki dy dur për një krye. Cili është sfigimi ju të rreth kësaj? Po në kështu në tonën e dukshme organizum Zotën Kërkonin vetë në ndeg atje, organizum me një vëzhgim kryesisht, edhe kanë kujdestaru njerëzit, po na ishëm të vetëdijshëm se ti dhe i qëkësh me lajmëru që ka po ndodhë një blind të kalon 2-3 herë, po bile mos me qetë krejt gjumë, e dita një kanë funksionu, po nuk kam qenë ato rrjedha se pak si ma sekrete dhe do komisione tjera, pastaj edhe u bërgosën tek ma vonë e ditëm që janë munduar në drejtim, po është ditë se ajo funi do t'jetë i tillë, po. Dhe kur t'jemi këtu në këtë temë dhe kur t'jemi në këtë territor, nuk mundemi pa e përmend edhe ngjarjen edhe në përgjithësi manifestimin e familjes Jashari në këtë realitet, duke ditë se Kosova është e pushtuar, e rrethuar gjithandej me policë dhe ushtar, dhe ngjarjet e prekazit, ty fillu për ngjarjeve të para, pastaj në vitin 90, ne në fund vitit 90, ne gjatë ty në situatave deri në vitin 1998, fillimisht në janar, pastaj Qirezi, Likoshani dhe epopeja prekazit në përgjithësi. Çka mundesh në pika të shkurta rreth kësaj ngjarje dhe në një farë mënyre rolit t'juj, sepse megjithatë ju keni qenë udhëhecat ç'ti veni e ç'ti populli, në formën që keni qenë, sepse ne i kalum ato se ka qenë organizum referendumi këtu në vitin 90, ne pastaj zgjedhjet presidenciale e parlamentare në vitin 1992, ku presidenti Rugova u zgjedh presidenti i Republikës, përgjithësi, ku ka qenë vendi i njerëzve të aktivizum në për këto struktura, në përgjithësi të e ditë që roli i degës t'juj, tu fillu e prej Idrizit e Gjaferit e Fadilit e ty e krejt tjerëve në përgjithësi, cili ka qenë aktiviteti dhe veprimtaria juj në raport me familjen Jashari dhe në përgjithësi prekazin si ngjarje dhe si epope në fund. Prej rrethimit parë që ka ndodhë, që ka qenë 30 dhjetori po mdoket 90, na binitëm krizma, shku me njëherë aty ku kishëm zyret, për me marrë detyra që ka me bo, nuk vënoj shumë, erë delegacioni pej
qendrës për kryesisë LDK-s në krye me profesorin Femi Agani, ka qenë zënë Uncela, ka qenë zënë Elkelmendi, Idris Barani edhe Anton Kolla. Erdhen, na thanë, na po shkojmë po bisedojmë me ata polistë aty, ju duhet shkoni në për atje në mal ku janë barikadue edhe të bisedoni me ta. Bile në atë farë gjendjet zëmt, po i thonë profesor, rrujse ata janë pisat, thot, thërë me megafone ta morin në konë, tha jo, me qenë tha unë, tha që më mashtër edhe një polis, tha nuk isha këtu. Na boni me qesh. Po, ka qenë spirituos profesor Agani. Kemi shku prej ati rasti, na shkum në për mole, bisedu me njerëz, këta bisedu me atë farë komandanti që ka ishe, tani gjithë kemi qenë kontakt me ta. Prek sinoć u ranim jutarnjim časovima, ali još tokom mrak, oko 5 sati po ponoći, policija upala u selo Prekaze. Tom upadu je pružen otpor, dakle nastala je pucnjava. U akciji učestvovao veliki broj policije. Apsolutno nema opravdanje, nikakav upad u kući za ponoći u zimi u ovom doblju, pogotovo kada ljudi ne znaju da li im se priprema polate. Edhe kemi kry punë që kemi mund, kemi shku, kemi bisedu me fshatarë, se ka pasë edhe pyetje, pse kështu, pse kjo. Gjithër kemi ndiku në përkraje. Bile në rrethimin e fundit, kishin me do prej dhe ju drejtova Hamzës thash, mos t'i preku njerëzit, tha, po a duhet me nalë na, tha jo, thash mire ki. Tani na me njerë aty për aty improvizum, do kujdestar me mos me lanë se njerëzit pe i kurreshti, shka i ke preke, e këshyrë, na prisë shumë zjetë me orë gazetar të huj. Od kad sunce grije ovo zemlju, mi smo ovde. Pa oni lažu, oni naprave istoriju kako im njima treba. Ka pas edhe tendenca dhe në një farë mënyrë kërkesa për familjen Jashari dhe eksponent, kryesisht Hamzën e Ademin e ka qenë Baca Shaban aty e krejt, që në një farë mënyrë ata ta lëshojnë Kosovën. Janë përfol këto sende që ka pas një farë mënyrë si porosi që për shkak të qetësimit situatës ata të mungojnë me prezencën e tyne për një kohë. Çka mundesh me thonë rreth kësaj? E di që ka pas, po kanë qenë të kota ata nuk e kanë shu shpinë, se jo Kosovën, ajo ka qenë e kotë, se ata kanë qenë vendosën me shku ashtu si shkun. Kur nuk do ta lëshojmë këtë. Do t'i përgjigjim me atë sa kem mundësi. Kem sopata të druar, s'kem ku shkojmë, i shef një sa fëmijë ti kem këtë. Ku me qo këta? Edhe Evropa t'i hap dyrt për ne nuk do ta lëshojmë këtë. Ne nuk e dim që ka ndodhur në palën sërbe, dhe kur t'i cilin ata dosjet edhe eventualisht na a keme kuptu ndoshta edhe kur në histori që ka ndodhur pjesën e tyne, le të themi pasoja, sepse aty është zhvilluar një epopë, një luftë, dhe ajo që duhet të them është ajo pjesa mas 7 marsit, do me thonë, që kanë qenë, do me thonë, ato në rritet e varrimit e tërhjekjes të kufomave, që kryesisht rolin kryesor i kanë pas njerëz të LDK-s, le të themi, njerëz të kohës, ty përfshi edhe emnat që dihet Zekiria Cana e njerëz të tjerë të ardhur e kanor arkivolet prej Gjakovës, me zonin Saraçi, me Aqefshehun e kuta diun që dihen këtu, po dhe edhe roli juj këtu dhe sidomos i profesorit Gjafer Murtezaj në çështjet e menaxhimit të një situate të tmerrshme, mballafaqe me polici, diku ty përdor edhe strategji e mjeshtrit daljes nga situata të caktuar dhe kanë arrit në një mënyrë që kufomat t'i varrosin e herë, t'i zhvarrosin e t'i majnë që të kenë tretman çfarë duhet, që për këto duhet një emision i posaçëm. Por që ka qenë njeri i involvuar, do me thonë, ku keni marrë pjesë të gjithë ju, po sidomos
profesori Gjafer Murtezaj që ka qenë aktiv në krejt këto në spjegimet e veta matutjeshme. Çka mund është prej kësaj distance kohore të sqarosh rreth këtij momenti? Po kanë bo një punë të mirë, edhe unë veç që ka tregu Gjafer Murtezaj, se nuk kam qenë, kanë bo që mos që t'i ruajnë kufomat, mos t'i lanë të varrosën e një varë masiv që shka ndoshta ta me gju, po t'i varrosin se cili në varë vetin. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është aq e rëndësishme sa sot njerëzit mu një kushërim ka pas thonë pak pa dek, ma du me pas 2 eshna, 2 djemve, që ju kanë vro në poklek, se me mordha ta të gjallë, me më tërkit në derë. Kjo është punë e madhe. Me të vërtet kjo është shumë e mirë. Filozofia. Do me thonë, ma qef kom mi gjetë 2 eshna të tyne, si të vëram, e tram heroikisht, se so ata të më kthehen të gjallë tani nderë. Bëq 2 eshna të tyne. Kjo është i pa të gjuar. Mu betëm ka thoi Jupi, Zoni, ka qenë kusheri, po ata dëshefqen. Shumë i ofre edhe mnurës. 2 djemë ju kanë vro, kur mos ka ditë për tas. Po, ani këta, kush kanë qenë, këta i këshin shtu, ku bo punë e modhe. Plot janë me mija që s'gjenën edhe sot, kanë punu në Gjaferi, kanë punu Anishaje, ka punu Hoxha, Anishaje Halimi, ka punu edhe Mullet Lloj Hoxha, kanë punu, po ka mjaftu që janë morë fotot e tyne, ajo gjendje janë plasun, edhe ne kemi pasit në përkujtim në nxënësve, se ka pas shumë nxënës aty, kemi pas qitë në gazetë. Bacabebi nuk muj me kalu një figur pa i thonë 2-3 fjallë dhe me marrë një mendim prej teje për një njeri, një patriot, një atë dashës dhe një veprimtari madhë, dhe në një farë forme ja kemë bërë që veçantin e ti në këtë bashkëbisedim tonën, dhe ajo është Idriz Reci, që për shkaqe humanitare dhe shkaqe parimore ne nuk endes për na men goja me thonë nuk është i gjallë, a i njetë që i një rëmbym dhe i grabitun në luftën e fundit, por që puna ati, jehona ati, familja ati në përgjësi, për aqesin e aset madhë kombëtar në përgjësi. Ti ke punu bashkë me to dhe me shokë tjerë në përgjësi. Qa mund është me vequ për Idriz Reci? Idrizi ka qenë një njeri shumë i veçantë. Ka qenë trim i urt, i qetë, ka qenë shumë bashkëpunus, ka qenë unifikus, edhe asgjë s'ka marrë pa pyetje, pa ç'është t'ja bojme, si t'ja bojme. Për fat mirë kuptim, e emërtuan tash një park këtu që është shesh Idriz Reci. E bile familjarët kanë një vend ku me vendos një lule. Në të vërtet ajo është një vendim i mirë. Shumë një vendim i mirë. Qëlluar i komunës të Skënderajt që kanë... Bo një punë e mirë. Idrizi, përpos që ka qenë kryetar i LDK-s, ka qenë i të gjithëve. Njëherë ka ardhur ka morë tu, hajde tha se më kanë thirrë me shku me bisedu diçka në shtap, e shkova. Në shtap të shtrisë lirimtare të Kosovës? Po, në teleshtakt. Edhe aty i tha, Samiu tha, deri në 3 natës vinë më pysin, atë shkojnë që kej, kom thë shko. E di, tha, Samiu tha, me ju pas to ju, si shenë orda që. Do shta me ta lidh me atë se, a i ka qenë me dimenzione, qka është patriotike, s'ka pos kufi. Dhe ka qenë i balancusi madhe. Balancusi madhe. Përfaqësusi unitetit madhe. Shumë. Ka qenë një i pathyshëm, një trim i paparë. Që kjo e rëgjon atë antagonizmin, le themi, të konceptit e mbërgjithësi doktrinës të luftës me një përcaktim edhe të kësaj lëvizje që quhet Lidhja Demokratike e Kosovës. Do me thonë, unë e mendoj, mbas kësaj edhe çapo thuti që Idriz Reci është një shembull i unitetit dhe i sqarimit botkuptimeve që tendenca ka qenë se cili me kry punën e vet aty ku është. Edhe krejt për një qëllim, që kjo mas mirë të është manifestu në Drenicë. Po.
Mbash ajo që ndron, Idrizi ka qenë i gjithëve, ka qenë i pathyshëm, ka qenë pjallë pak, ka qenë besnik, ka qenë bashkëpunëtor shumë i mirë, edhe vazhdimisht ka kërkuar një unitet, jo veç mbrana partisë, po edhe me të tjerët. Kishte ka pak fërkime, a i dinte ti menaxhonte ato mirë. Bacavebi, du më të vetash për disa figura edhe emnat caktum që unë do t'ja u them veç emnin edhe të kisha lut një vlerësim tëndin me ka 2 fjalë për secilin. Sa ma shkurt. Gjergj Kastrioti Skënderbehu. Figura me e madhe shqiptare, jo vetëm shqiptare. Kur kum lexuar se kanë shku shtete tjera me kongën e tij si him lufte polakët, u zdi që me thoma shumë. Një zera se jo ka mbrojt krishterizmin, e ka mbrojt atë dhevë më spori, ka mbrojt kulturën, ka mbrojt Evropën. Hynesha dhe hynia e shqiptarëve, shenjtëresha Nana Tereze. Clintoni thot i kum dhonë fjallën Nana Terezes se do ta ndihmoj popullin tonë. Une cilësoj si pasuni kombëtare, njeri qëndresës dhe të sakrificës emnin e ka Baca Adem Demaçi. Ka qenë njeri i madh, ka qenë njeri i drejtë. Qa më ka pëlqy kur e pyeten një herë a do të shkrysh për gjakmarrjen, jo, tha se kum lexu Prillën e Thyrë. Është njeri i madh ai kur e pranon atë. Një njeri i veçantë që unë po e quaj dietar, emrin e ka Ibrahim Rugova. Unë nuk e kam dëgju, po dikush më tha për Clarkun, kur ja bënën tha dhe një pyetje në Hagë atje, pse s'keni intervenu në do vene që kanë pas kriza dhe matë më dhose në Kosovë. Tha një prej fjalive ka thonë, nuk e kanë pas një Rugov. Njeri i duhur në kohën e duhur. Hynia e shqiptarisë, familja Jashari në krye me kryekomandantin Adem Jashari. Unë nuk di që ka shembull në botë që dikush ka sakrifiku më shumë për atë se kjo familje. Edhe aty edhe fëmija kanë qenë të frymëzuar me patriotizëm. Ademi mbetet figurë edhe unifikuse, edhe figura më e madhe, jo veç e Kosovës, po kombëtare e kohës së re. Bacavebi, është edhe një figurë që po du me nda pak për dimenzionit aktual, sepse në këto bashkëbisedime unë nuk flas për politikën e ditës, por me gjithate aje ka një vend në edhe rrjedhat aktuale, po edhe në të ardhmen do të mbahet në mend me një veçanti. Është një djalë i ri me një garderob të mbyllët, zakonisht me do këmisha të bardha e kravata që me do hapat më dhaj që kohëve të fundit këgja shumë po paracitet edhe në media, emnin e ka Albin Kurti. Mu nuk më pëlqej politika e tij. Që do të thotë? Që do të thotë na nuk guxojmë as me menu se jo mu prish me shtetet që na kanë shpëtuar. Cili është vlerësimi jytë për veriun e Kosovës? Për veriun nuk është shtri sovraniteti tash. Sovraniteti është shtri atëherë kur janë qitë pikat doganore. E tash është përmisuar diçka kjo una ligjore me një, po me polici e nuk ka një gjatë ato. Musë më ka pëlqy hiqaje për shembull me që një kryetar komune atje mi Kacavier, me lan njerin edhe mu lan zyre, sa shtaj më ka duk do kishoteske. Që tash prap, ato kthehen që shkanë qenë. Nuk janë të mira format me përfitu poena në mos kështu me një pseudopatriotizëm. Rreth personaliteteve, pyetja e fundit. Ka të bëjë me një njeri që për shumë kënd po është si befasi, një njeri me do qëndrime shumë radikale, që po prekun edhe në për masa globale në përgjithësi,
me konotacion edhe të le të themi të prishjes drejt peshimit, le të themi të përgjithësi të civilizimit dhe dominimit të geostrategjisë, emrin e ka Donald Trump, presidenti i Amerikës. A i ki dy fjalë për të? Nuk di si jemi mësuna me kësi lidersh. Inshallah i del mirë. Po tash, thot, do t'jetë kes për Anglinë që po marrëdhënie me Kinën, e unë do të shkoj në Kinë, do të bëj dyqysh po m'duket. Në raport me Kosovën edhe shqiptarët? Në raport me Kosovën njëherë mirë, unë kom pas frikë që në harro krejt, njëherë mirë, me pas një intelektual udhëheqësna që din me shku me thotë e ke funit ta pagujmë bën stilin, veç mëse e respektujt. Zdia kem. Pa ca bebi, Zotit ta dha shnetën, e falimnerës edhe juve, shumë, namën me të ndërë qëfsh, shikuesve e namën të publikut, falenderoj për aktivitetin edhe punën që e ke bo, që njihesh si një njeri i ndershëm, atë dhe dashës, patriot, trim, intelektual në komunën e Skenderajt, po edhe në përgjithësi në botën shqiptare. Zoti trujt edhe i herë dhe faleminderës, ty edhe familjen tënde. Faleminderit shumë, edhe Zoti trujt, faleminderit. Këtu në kullën pas me e preket ndërgjegja, dhe dashuria, moralin përgjithësi njerëzor. Është rasti unik në rruzull toksor që më mban mend historia ku një familje sakrifikohet për pavarësinë e Kosovës. Këtu ndërtuhet platforma e ushtrisë, e luftës, e betejës dhe shquhet me unicitet të veçantë në botë, si askund, por asnjë popull nuk mban mend historia e njerëzimit që një familje e tërë bën qëndres dhe nuk dorëzohet. Pleq, gra, fëmijë e të ri sakrifikohen duke luftuar për platformën e pavarësisë së Kosovës. Mu këtu në këtë kull mbrapa meje ku në fakt ndeshet tërmëria dhe jo asgjënia e kryeherojit Adem Jashari dhe ku preket ndërgjegja krejt botës dhe njerëzimit që pastaj me një sensibilizim intervenohet dhe mirët parasysh në përgjithësi kërkesa atyre e sublimuar më tutje përmes akteve të më tutjeshme. Pra, këtu, në këtë kull, në këtë shtëpi këtu, është ndërgjegja e njerëzimit e cila nuk la pa u prek dhe e cila u kunurzuar pastaj me një aktivitet të madh ndërkombëtar dhe Kosova arriti pavarësinë e saj. Më rrë nga pak, me një lëshim, të fala u kanë bënë kur vesin, kam kanë ngojnë së në të parimet, që jemi marrë vesh, besa besuar, veç edhe vetëm një vdekje, se të tërë s'kallë këtë jetë, dhe një fjallë e mirë. Kemi dhonë që ka të ndodhë tonë se bashkë do të dhonë një jetën, dhe vetëm besa besën edhe një vdekje që tërë s'kallë. Shikues të nderuar, ndoqet një bashkëbisedim që vlerësoj se ishte mjaft sharrues dhe i argumentuar me fakte, ashtu siç edhe i përket këtij emisioni që titullohet Fakte. Tek profesori Vebixhani takoni intelektualiteti, solidariteti, patriotizmi dhe njerëzillëku i pamunguar të ky njeri i urtë, fjalë pak dhe shembull i virtyteve njerëzore. Baca Vebi është edhe familjar i mrekullueshëm, i cili me bashkëshortën Zonjën Mihrie kanë një djalë që sot është doktor i njohur, Zoti Zuk Xhani, dhe dy vajzat, Zonjën Edona dhe doktor Albanën. Baca Vebi dhe Zonja Mihrie tani janë edhe gjyshër të nipërve Lisi, Drini dhe Deti dhe mbesës Alba. Zoti i rujt fëmijët e botës dhe të familjes Xhani. Në fund, falenderojmë profesorin ton Vebixhani për kontributet e tij për Kosovën, pa shnet dhe veç gëzime, njeri i mirë, Zoti Vebixhani. Shikues të nderuar, me kaq po e përfundojmë edhe këtë emision ton, duke i rikujtuar emisionet Fakte që i keni në televizionin kombëtar KTV, Koha Vizion dhe platformën Arta,
Çdo të shtunë në ora 21 dhe të nesërme në ora 17:15 reprizat dhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovcin. Krejt në fund falenderojmë Ujrugove, Vipa Qeps Fibulën, Lesna Ndërtimi dhe kompanin Medika me në krye Ardianin dhe mikun tim Dani për përgatitjen e misionit. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujrugove, Vipa Qeps, Lesna Ndërtimi dhe Medika.